Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po përgatisim edhe një iftar tepër të sheshëm me receta shumë të mira. Edhe sot kam përzgjedhur me përgatit receta të lehta, por që bëhen shumë të shijshme. Fillojmë. Në një enë hedhim 3 lugë të gjellës me sheqer, 400 ml qumësht që është i nxehtë, 200 ml ujë i vakët, edhe tash i përzim krejt që të tretet sheqeri. Vazhdojmë edhe shtojmë një gotë me vaj, 100 ml. Shtojmë mielën në fillim vetëm pak, mandej hedhim edhe krypën, një lugë e gjys kryp, pra lugë e gjys për afërsisht kështu. Mandej e përzim pak që krypa të filloj të tretet edhe mos të bie në kontakt me majën e bukës. Sërish kam hedhur pak miell, 10 gram moja buke, edhe krejt i përzim bashk, edhe vazhdojmë shtojmë mielin derisa të na formohet brumi. Vazhdojmë e përzim në fillim që të tretet mirë moja e bukës, mandej mielin gradualisht nga pak derisa të formohet një brum jo edhe i fortë, por të jetë i butë. Pasi që brumin e kemi gati, edhe tash e lyejmë me vaj mbi, e mbulojmë me nylon foli edhe e la brumin që të dyfishohet mjaftueshëm mirë. Herën e parë gjithmonë e leni me u dyfishu shumë. Pasi brumi është gati, vazhdojmë edhe përgatisim recetën. Brumin do ta ndajmë në 24 pjesë të barabarta, nga të cilët do të formojmë kuleç të vegjël. Pra brumin nuk e përzi, vetëm se i ndajmë kuleçt. Kështu na qëndron brumi më i butë edhe kiflet na bëhen më të mira. I formojmë kulaçat edhe i lajmë anësh të gjithë kuleçët, pra që të pushojnë. Derisa ne i përgatisim krejt kuleçt, edhe kulaçi i parë e kështu me radhë, të tjerët do të pushojnë. Tash e marrim 2 të partë, edhe këto tjerët do t'i mbuloj. Marrim edhe tash i qelim në këtë mënyrë që mund ta shikoni këtu në video. Pra i zgjatim pak me gishta, me dorë, i shtypim, njëjtë e bëjmë edhe të dytën, pra edhe kulaçin e dytë në të njëjtën mënyrë, edhe kështu kena me i përgatit pra krejt kiflet për sot. Është një recetë vërtet që ja vlen me provu për shkak se bëhet shumë e mirë. Tash na duhet edhe gjalp ose margarinë në temperaturë dhume. Marrim vetëm nga pak, kështu me gishta e lyejmë të dy pjesët, pra të dy pjesë që po i shikoni, mandej i bojmë bashk edhe ju japim formë kifleve. Do t'i zgjasim pak kështu me dorë, ju japim formën kifleve. E po tash kiflet janë gati, siç po e shikoni, në këtë mënyrë kena me i përgatit të gjitha kiflet. Vazhdojmë i vendosim në tepsi. Pasi që kemi përfundu, do t'i mbulojmë edhe do t'i la që brumi të dyfishohet për së paku 15 minuta. Pasi brumi ka dyfishu, pra 15-20 minuta, varet nga ambienti ku qëndrojnë, tash marrim një vezë të plotë, edhe këtu do të shtojmë pak melmesa për t'i dhënë shije tepër të mirë kifleve. Parafarsisht një lugë të çajit mjafton, edhe kjo i jep një shije tepër të veçantë. Vazhdojmë me përzim krejt kështu mirë, edhe mandej i kemi kiflet gati, veç se i lyejmë mbi me vezën e rrahur, edhe krejt në fund mund t'i hedhni nëse doni fara, çfarë do lloj fare që ju gjendet në shtëpi, e nëse nuk i doni me fara, veç i leni qështu me vezë. Kiflet i pjekin në temperaturë 170 gradë. Furrën e shpëretit e kam nxehur më parë në 170 gradë dhe kështu i pjekim parafarsisht për 20 minuta ose derisa të skuqen mbi kështu në video. Mandej me njëherë të nxehta do t'i lyej me gjalp ose me margarinë që të zbuten pak, edhe i mbulojmë, edhe
kiflat i kemi gati pas disa minutave. Tash janë gati për iftar. Veç po ju tregoj këtu se sa të buta bëhen edhe tepër të mira. Tash vazhdoj me recetën tjetër. Në një tigan hedhim pak vaj. Tek vaji, pasi që nxehet mirë, shtojmë pra edhe qoftet. Për iftarin e sotëm kam përzgjedhur me përgatitë qofte. Për kësaj radhe po i bëjmë qofte të gatshme. Kështu kam vendosur me përgatitë recetën e sotit. Pra kur ju nuk keni kohë edhe doni me përgatitë shpejt, i bleni të gatshme edhe ose i përgatisni edhe vetë, pse jo. Pasi që qoftet të skuqen mirë nga njëra anë, atëherë do t'i rrotullojmë nga ana tjetër. Kështu duhet qoftet ta marrin ngjyrën e mirë, pra të piqen mjaftueshëm mirë. Pasi që të skuqen mirë në të dyja anët, vazhdojmë edhe i largojmë në një enë tjetër. Pra japim atë ngjyrën e kuqe, si këtu që mund ta shikoni. Edhe kjo recetë përgatitet shumë shpejt, por që ja vlen me provu sepse ka shije shumë. Pasi qoftet i kemi gati, tash në të njëjtin tigan hedhim një qep që e kemi ngrimcuar edhe presim që të zbutet për 2 minuta. Në realitet po përgatisim edhe një salcë tepër të shishme që do ta shoqërojmë me qoftet. Shtojmë edhe një lugë të gjellës gjalp. Për salcë do të përdorim edhe pure të tërash të specit, pra salcë, speci, si dhe një lugë të gjellës, edhe gjithashtu një lugë të gjellës me pure domate. Gjithmonë do t'i merrni nga ato që janë të trasha, si këtu që po i shikoni, pra jo pure domate që është e hollë. Nëse mund të gjeni pra nga këto. Tash vazhdojmë edhe i kavërdisim pak, pra një lugë gjelle pure domate, një lugë gjelle pure nga specie. Shtova edhe 200 deri në 300 ml ujë. Mandej shtojmë edhe një fant për qofte që i jep një aromë tepër të mirë edhe ndihmon në trashjen e lëngut. Krejt i përzim bashk edhe e lajmë që të vloj, kështu ngadal dhe shumë shpejt pra lëngu ose salcën do ta kemi gati, por tash do t'i hedhim edhe 300 ml hopla, pra krem për gatim, krem hopla ose çfarë do lloj kremi që e keni ju në shtëpi, pra 300 ml krem. I përzim krejt bashk. Mandej shtojmë për t'i dhënë ngjyrë, pra edhe pak biber të kuq, një lugë të mesme, pak biber të zi. Shtojmë veç edhe pak melmesa, përafërsisht gjys lugë të çajit. Edhe i përzim të gjitha bashk, edhe salcën për këtë recetë e kemi gati. Tash presim që salca të filloj pak të vloj, edhe me njëherë i shtojmë qoftet që i kemi përgatitur më herët. Krejt bashk do t'i la që të vlojnë kështu ngadal në temperaturë mesatare që lëngu i qofteve të trashet. Tash po e shikoni që është i hollë, por krejt në fund do ta shohim se pasi që të shterret edhe pasi që të trashet lëngu si duhet të duket. Tash pra i kemi gati qoftet edhe siç po e shikoni lëngu është trash mjaftueshëm mirë. Lëngu i qofteve duhet të trashet mirë. Siç mund ta shikoni edhe ju këtu në video, pra kështu. Të jetë i trash edhe e leni në temperaturë minimale deri në kohën e iftarit. Tash në një tenxhere tjetër po përgatitim edhe bulgurin. Shtojmë pak gjalp, pak vaj, mandej shtojmë edhe bulgurin. Do të përdorim për këtë recetë një gotë e gjys me bulgur, edhe bulgurin që po e përdor për këtë recetë është i këtij llojit, pra pilav bulgur,
është tepër i mirë edhe bëhet shumë i shishëm. Veç pak po e përzi që ta merr yndyrën e mandej shtojmë edhe ujen, pra 3 gota me ujë, mandej shtojmë pak keri erëza, shtojmë pak biber të zi, këto i shtojmë vetëm për t'i dhënë pra shije bulgurit, nëse doni mund t'i shtoni, nëse jo i leni ashtu, edhe një lugë të mesme me kryp. Pra kemi hedhur ujin 600 ml ose 3 gota ujë edhe krejt përbërësit e tjerë. Pasi ka fillu me vlu, ja vendojmë kapakun edhe e zvoglojmë temperaturën e ploqës në 2. Ta shpresim që ta thith ujin. Edhe bulgurin mund ta shikoni që gati se e ka thith krejt ujin edhe u zi, ka ngel veç edhe pak ujë, por tash po i vendojmë edhe letër edhe kapakun edhe në temperaturë minimale presim që bulguri ta thith krejt ujin. Në tigan kam shtuar edhe perimet të ngrira, pak djalë, biber të zi dhe pak veget edhe krejt bashkë do t'i la për 2-3 minuta, kështu që të kavërdisen. Tash të gjithë përbërësit apo të krejt recetat i kemi gati, edhe supën e kemi gati, edhe mundemi të gjitha t'i shtrojmë në sofrën e iftarit. Marrim bulgurin edhe e hedhim në një enë pak më të vogël sa për t'i dhënë formë bulgurit. Mundeni çfarë do lloj forme t'i jepni. Unë sot e kam përzgjedh këtë formën katrore, por që ju them se vërtet ja vlen me provu sepse bëhet tepër e shishme. Tani më veç na ka mbet me e servu të gjitha ushqimet, qoftet me salcën janë gati, siç po e shikoni pra lëngu është i trash. Edhe vazhdojmë edhe shtojmë tek pjata. Unë kam përzgjedhur për sot nga 4 qofte për çdo person, besoj që mjaftojnë për një iftar të mirë. Edhe shtojmë edhe perimet që i kemi kavërdisur mirë. Edhe kjo është pjata që kemi përgatitur për iftarin e sotëm. Një meny tepër e mirë e shishme, kjo është me rëndësi. Vazhdojmë edhe mbushim edhe supën. Recetën e supës do ta postojna në një video tjetër. Edhe çdo gjë e kemi gati. Këto ishin recetat që kemi përzgjedhur për meninë e sotme të iftarit. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.